Kriza në Maqedoni e ka ngadalësuar, krisa politike e ka ngadalësuar dhe pse qeveria në detyrë Maqedoni e ka kry ratifikimin e marrëveshjes dhe besoj shumë që një datë e re me që shplonësimet ka ndodhur dhe në anën Maqedonisë dhe në anën Kosovës është në parimin e IBM-it si instalim i vendkalimit kufitar dhe tash po presim vetëm caktimin e një date që qeveritë tona, ministrat e punëve të brendshme realisht dhe Komisioni Evropian ta jep në mënyrë që të përfundon inaugurimi i ndërtesave. Kjo është për ndërtesat. Me që puna kryesore e shpronësimeve dhe ratifikimit është kry, tash është këtë çështje teknike arritja e kohës. Unë shpresoj shumë që pengesa dhe bariera politike nuk ka, me që deri tash nuk e në vërejt që kanë ekzistuar. Vullneti i mirë të kohën me ekziston, por presioni jem edhe i kryetarit Kumanovës do të jetë kuptimin që sa ma shpejt hapet dhe në kalimin kufitar dhe njerëzve ta shfrytëzojnë në tash. Lëvizja e lirë e njerëzve dhe lëvizja e lirë e maldrave deri në 3.5 tonelat është para pa që të kalon të kalim kufitar. Praktikisht nuk po flasim vetëm për komunikim dhe me të kalim njerëzve, po edhe të maldrave. Natyrisht që Kumanova edhe Gjilani kanë lidhje familjare, biznesi dhe inputi në zhvillimin e biznesit. Është shumë e rëndësishme që kompanitë e Kumanovës dhe kompanitë e Gjilanit edhe të Kosovës bashkëpunojnë më shumë, sepse tash duhet të kalojnë përmes Shkupit dhe gjithçka që kalon përmes Shkupit dhe Prishtinës ndalet në kryeqytet. Kjo është e natyrshme. Një lidhje drejt për drejt e Gjilanit dhe Kumanovës mundson komunikim shumë më të mirë edhe të arsimit, kulturës, bujqësisë, të ekonomisë në përgjithësi dhe veç aty të biznesit privat.